Të dashur shikues, duke shpresuar se po kaloni qaste të bukura bashkë me ne në këtë diel, tani është koha për një rrëfim tjetër këtu në studio, ku si gjithmonë kemi të ftuara gra të suksesshme, të cilat ndajnë shumë çka me neve këtu në studio. E një të tillë kemi të ftuar edhe sot, zonja Afrime Hame Shala. Mirëserdhje, shumë kënaqësi me ju pas në studio. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesë. Sot ditë festës, po arrim shfrytërasin edhe që ju uroj festën e Fitër Bajramit juve edhe familjes suaj. Faleminderit shumë, urime edhe ju. Pra, sot si ditë festës, si organizoheni, themi, me gjithë familja, jeni persona që zgjoheni herët? Une po, shumë. Zgjohem shumë herët, jo veç sot, po çdo herë. E sot jem zgjuar herët, i kom për cilë kush ka shku në rami, kush ka dalë. E une jem marrë me punët, se kanë me marrë fëmijët krejt, aty te une. Zakonisht e bojmë te une, se bash gjebi se dova edhe me vajzën edhe me ato, tha, e pse vetëm te ti? Hajde një thash te une, sa jem pak ma. Pas taj vi une te ju kur të plak. Prap ato ushqimet nga duart e nënës shojnë ndryshe, apo jo? Sigurisht. Çka është diçka që gjithmonë kërkojnë edhe fëmijët ta kenë në tryezë, sidomos gjatë ditëve të festave, diçka që ju pëlqen më shumë se si përgatitet nga nëna e tyre? Përbes prej meje e kanë jufkat me pull edhe të spishten. Edhe të spishten prej ëmbëlsirave. Edhe supën tanë ma me dumë, kështu që... Janë disa prej ushqimeve që asnjëherë nuk mungojnë. Edhe gjithmonë kanë qef prap edhe atë me bë, kom diçka, as pas ke bo jufka, edhe qëtash ambeson, jem me, jo e obligume, po ndi edhe kënaqësi. Po. Pse mës me bo? Zonja Afrime, nëse bëjmë një lloj krahasime, është në kohën kur keni qenë më re, apo fëmijë, sa ka ndryshuar ndër vite pritja e festave në përgjithësi? Shumë. Shumë ka ndryshuar. Ka qenë krejt ndryshe. Unë si fëmijë mbaj mend shumë diçka shumë ma mirë. Ndoshta që kom qenë e vogël mu ka. Po edhe kom bas kohë të urrit, stibri ishte, hapeshin dyrët e shtëpisë, vishin me bo bajram, me radhë. Pa ndërpre, qëtash përbes, qëtash jo ashtu. Veç një familjarët, tek tuk dikush. I afër shumë. A nej bi, si thoni këtu, se jo. Ka ndryshu shumë. Pra në atë kohë keni qenë gjithmonë të gatshëm për të prit? Edhe mysafir, edhe kurdo që mundet me ardhë? Po që jo mërë, unë e mbaj mend edhe kur u rrita, më mbesish që është e jirët, i apeshin dyrët, mbush është ajo me sheqerka, se që ashtu, se unë e jem dibrane, ne ashtu e kimi. Edhe ishin dilshin njerëzit, me shumë kënaqësi, me shumë... Qëtash jo, përbes veç, ne rrethi familjar, po e festojmë, po se kështu jo shumë si për para. A mu, ndoshta unë nuk e shoh si për para. Përmendet edhe Dibrën, ka shumë dallime në mënyrën se si festohet kjo fest? Sti, valla, jo. Pa ka shumë një? Ashtu, si njëjtë është. Mirë. Si zakonisht qohen, shkojnë në xhami, shkojnë në vorreza, me janë shkujt fevrat, rinë në shtëpi, prisin, qështu ka mbet. Edhe Bajrami e ndet, qështu festohet. Se jo nuk ka avansu që me thamë vëllaj, qëtash ka pak këto të rritë, nuk po e presi në shtëpi. Edhe unë e një Bajrami i parë që nuk e kom prit në shtëpi një para 2 viteve. Po më thotë, djalja mambre, a bombre njerë me shku, krejt për shkujnë kështu ti na ke gjithmonë në shtëpi. Ne dinë se unë e qashtu jem tradicionale, jem për ato. E smujta me apri qefin, hajde për shkujmë. E shkum, e ka porosit drekën atje në hotel, për valdi kusti. Ambeson, kur kimi shku, tamam drekën e Bajramit e kishin po.
se ka porosit ki. Edhe më pyet ke, a është ma mirë kështu, ashtu si ti? Tash, si që ka me të thamë veç, ashtu, jem su që tash mujur me unë ndryshu. Po, për krejt të vite keni qenë ju ajo që keni organizu, keni përgatit. Gjithmonë, edhe si vajzë, edhe si nuse, edhe si grue më shumë e plakë, që si thënë, gjithmonë njëjtë. Edhe kur nuk e ndroj. Pra, gjithmonë jeni e gatshme që tiftoni familjarët e cekët edhe në fillim që keni qef që gjithë të vinë të kjo. Gjithë kom qef të vinë ma shumë të one. Zdi pse. Dëshira jeme është qashtu. Ndonjëherë, ndoshta edhe fëmijët dëshirojnë kështu me ju liru pak prej obligimeve të tilla, po prap jeni jo ajo që insistoni. Unë me kam gullje, po thë. Hajde, një qëtash. E pse, pse? Pse qashtu thash, unë e po kom qef edhe po të. Se është kënaqësi. Me shtru tryezën, me të gjithë, me një pa, me mbesa, me nuse, me vajza, me djema, jo është një kënaqësi. Se edhe për çdo herë së unë mbledhisht i ashtu, se në për shkolla, në për puna, gjithkush me obligimet veta, aktivitete, fëmijët, këtë qatë, mamë nuk po mujmë. E kështu, mbasi është fest, me shumë kënaqësi jem të e. Po si gjyshe tash, po besoj që edhe ka ndryshu kjo pjesa e festave. Ju ka dhënë një energji tjetër. Shumë energji pozitive si gjyshe. Kur po vinë ato besat e nipnite, po e mbajnë atë se veshen për Bajram. Edhe po vinë, njona bileve kom njënën po më rëtur dhuat, nani a jem vesh bukur. Kënaqësi është. Pa tjetër, po sot e dim që në një kohë ka qenë ndoshta shumë e rëndësishme kjo pjesa e veshjeve, se çka do të veshim për festat të tilla si ka qenë Bajrami. Sot i japim ende rëndësi ndoshta veshjes se si dukemi atë ditë? Jo shumë si përpara. Ashtu, jo shumë. I shoh që hajtë se me farmerka, me këmish, se përpara që veshin. Jo, hajtë mamë, se mirë jem. Hajtë se që shtu duhet atë. Dhe shtash është Bajrami modernizuar. Bajrami modernizuar, tash ka ndryshuar edhe kushtet financiare pa tjetër. Sa kanë mujtë me ndiku në aspektin pozitiv edhe këto kushtet sociale, ekonomike sot, ndoshta në përgjithësi se si i festojnë festat e ndryshme sot? Po me ndikimi fest, mendoj si po i feston festat, apo? Po, edhe sa ka ndiku ndoshta edhe kushtet që ka ndryshu shumë e shumë tash sa vite e përmendet periudhën kur keni qenë një vajzë e re, tash më si gjyshe, çdo periudhë ka pas, po besoj atë proporcionin e vetat, si me thanë, çka me thanë, për atëre ka qenë kënaqësia ma e madhe, si vajzë, si... Edhe qëtash, po kjo është krejt një qetër kënaqësi. Edhin, atëre ka qenë ma ndryshe, ma e ke marrë. E qëtash është edhe qëtash shumë kënaqësi, po pak si ndryshe. Kur jemi tek dhuratat, po besoj që në kohët më herët, dhuratat kanë qenë më simbolike, ndoshta jeni gëzuar të jemi me një gjë më të vogël, apo keni ditë me përjetu më ndryshe një dhuratë. Sot sa ka ndryshu kjo pjesa e dhuratave në përgjithësi? Si të mos gjatë festave? Unë ende jem të imbajt ato tradita. Unë nipave dhe mbesave, po besa edhe ato vajza, nuset, gjithmonë diçka për Bajram, po i shkëmbejmë, ende. Edhin si për vitë të ri dikush, si neve për Bajram ende e mbajmë atë. Shkëmbeni dhurata. Është një pjesë kështu e mirë me më të dashurit tuaj. Është edhe kjo këndre. Po besoj që gjatë jetës për krejt këto Bajrama të shumë të festat të shumta që i keni festu, ju ka mbet në nostalgji ndonjë kujtim i bukur që mundeni me ndoa dhe me shikuesit tanë? Më ka mbet edhe një, se përpara nuk jo si fëmijë, veç unë e si kom kristudimet, mendoj pa i kristudimet,
jem punësu një zavensim kom pas. Po, diçka për para nuk mu ishe me festu kësi sot Bajramin. Veç unë e res, kom kuptu, kom shku në shkollë, tu i në të sala e arsimtarve, po e hapën dirën drejtorie, edhe unë aty, edhe unë e pakur fari thëmë, uri me festa. Po e shofë që aj i kufrëtës, se dera ishë qelë kështu, e a që kretë arsimtarët, pa atere ishë Jugoslavi që ishim sërbesht. Po, unë e hitë se kom kuptu që nuk duhet me uru festën, se si shte e leju me si qtashi, sa mirë, qfarti. Që keni pas ati rinat? Po, kur ke qenë në komunizëm, do që ishim të partisë, ato, po unë atere s'kom kuptu se që merja, jem punësu prej gjimnazit vitin e parë, hajtë një zavensimi, pa mbeson gjithë natën s'kom flejtë. Qka bona mëre që i ku njëri, une, e kjo është dalimi shumë i madhë, sët e kemi qatë liri bile, me festu kush qka donë si donë. Atere e festojshim, po e festojshim në mënyrë në shtëpi, po e krejt për atë... Unë e di edhe festën për shemull të 29 nëntorit, 28-qit. Gjithë e kom pas një kolegë në shkollë që 28-qin e festoj ke natë tinzat se ishim aty. Natë që të ke nga një kafe, nga një si, se sot kemi fest. Nga dalë. S'kemi pas hapsir për me. Dueshte 29-qin me festu ditën e. E kështu ka ndryshimi shumë të madh Bajrami qëtash, me përpara. Në për shtëpia jo. Në për shtëpia valla e kemi festu edhe ma mirë. Aman kështu në për institucione, në për asi. Unë e përpara s'kom mendu edhe me qaqë najtë si e re, si me festa. Tiku. Thash që o zot, që ka bona, qëfar gabimi bona. Sot atë mirësisht e gëzojmë vjerin edhe mund të festojmë në mënyrën se si dëshirojmë, apo jo? Qashtë. Po sa kanë qenë ndoshta të vështira edhe për juve ato periuda, tregua që keni hyrë në punë mjaft e re, ka qenë një periudhë e vështirë në atë kohë, e cekët edhe kohën e festave kur nuk keni mujt me i festu ashtu si qëtëni. Po, besa krejtësisht ndryshe prej asaj periodës deri kom ardhë aty. Kur ina në punë, krejtësisht ndryshe, që rasti parë që kjo që të thash. Pastaj tjetri, ndryshe, me obligime ma të mdhenja, me... Ndryshe, krejtësisht ndryshe. Ne njihemi shqiptarit në përgjithësi për mikpritje, po e cekët që tash gjatë festave nuk ka dhe shumë lëvizje të familjarve, të meqve në përgjithësi. Jo, nuk ka, si krasim, si ka pas për para, që priqin me radhë kështu. Veç ishin edhe për me valiru vendin tjerve, po që ishin se vite partia tjetër. Si shoqëroheshen në atë kohë tëftuarit që venin ndoshta për ndonjë festë me një kafe, apo ka qenë ndoshta dhe më simbolike edhe pritja e tyre, apo ka pas një... Po, baklavën e kemi pas, ajo kulminacioni edhe sheqerparen, që asi... Kafen, ka një kafe pas baklavës e mershin, edhe qashtu baklava ka qenë tradita ma për festën e Bajramit, baklava dhe sheqerparja ka qenë shumë me rëndësi, me i pas në tryezën tonë. Zakonisht, e dim që kemi edhe shumë familjarë që jetojnë jashtë vendit, ose dhe persona që nuk jetojnë më. E sidomos që gjatë festave na mungojnë edhe më shumë. Sa do që janë ndoshta ditë të bukura feste, janë edhe ditë të rënda. Shumë ditë të rënda, edhe pa marë parasisht gjithë kujtë së ti mungon dikush. Veç gjithë kush e përjeton atë në vetë-vetën e vetë, shka me bërë. Jeta e tilë është jeta, s'mundesh me ndryshu. Po, duhet me jetë për para. Pa tjetër, po këthejemi edhe pak të flasim për punën e juaj shumë vjeqare, të reguat që jeni punësuar si shumë e re, si ka qenë ai rrugtimi juaj
eksperienca juaj? Po, çka me thanë, jem pusu shumë e re, fakultetin e kom pas, edhe u martova, edhe u punsova, edhe fakultetin duheshte me kry, pa kry, ka edhe u punsova. Shumë garkese madhe. Vetëm ja kom dalë shumë mirë. I kom kry, aman me shumë garkesë. Në të njëjtën kohë me u bo nanë, me u bo nuse, me u i në punë, shumë garkesë. Po tash po e shihoni atë atmosferën me familje, me mbesa, me nipa? Tash krejt qëtër. Ambesisht thëmë, o Zot, si a pas kom dalë, mëre qa kom bone. Seriozisht tash krejtësisht ndryshe, po knaqemi. Po kemi aktivitetet që tash ne pensionistet, qështu me aktivin e gruse, kështu po dalim, po shëtisim, po kemi qështu veç knaqësi. Me imbri këta dit e me e shiju është shumë fat i madhë, shumë fat e knaqësi shumë e madhe. E nderuar, ju uroj edhe shumë vite të shëndetshme. Faleminderit shumë që ishit sot pjesë e fundjavës. Një të kohë shfrytëzoj rastin t'ja uroj fesën edhe njerë dhe juve dhe familjes suaj që tashmë po na ndjekin përmes ekranit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju, gjithashtu urime edhe për ju, edhe gjithat mirat për këtë fest, që të kemi festa sa më shumë dhe të jemi sa më shumë të bashkuar në tryezat tona, se ja kemi nis pak me. Kënaqësi, faleminderit shumë. Gjithat mirat.